Allahu ta i konkuron kush për Zot? Ha? Faraoni ka konkurua. Faraoni ka mbledh popullin dhe ka thonë popullit, unë jam Zoti juaj. Ka disa prej kastravecave, idiotave të popullatës tonë, të cilët kanë bo pak lek në dorë, pak pare, i thot punëtorit, mos tani zoni, unë jam Zot për ty, astagfirullah. Çdo insani gabon, se shejtani e ban pi veti. Kur sheje 2 grosh në dorë të veten, kujton ku më di çka u bë. Ai Gaddafi gjithë ata miliarda i kish pas, edhe si shejtani erdhi vdekja, ose ky i Taraku i Siris, ky i Egjiptit, ose ky Alevia i Siris, ta kriminal të mëdhenj, do t'ju dalë ata toka s'ka më i pranua. Wallahi për Gaddafin para 30 vjetë ka thonë Abdul Hamid Kishki, para 30 vjetë, në viteve 80, unë kam qenë student në Kairo në atë kohë, thonë të ty, Allahu s'ka me të pranua në tokë, s'ka me pas vorë për ty, për Gaddafin. Wallahi, kër e mbytën Gaddafin në fillim të vitit e patë të gjithë, s'ka pas vorë ku me e vorros, e kanë qënë shkretim, si një kafshë e kanë vorrosur, mos dihet vorë i ti ku është heqë. Allahu Gjelle Gjelaluhu zullumqarin këtë tokë nuk e donë. Allahi shkatroft kretë zullumqaret, ja Rabbi. Allahu na udhëzoft, e nëse kemi do një zullum, Allahi na mundsoft me përmirësua, ja Rabbel Alemin. Prandaj djem, gjemaat musliman, men dhaleme kajde shibrin, tawakahu Allahu min sabi aradin, po thot pejgamberi, kush ban zullum sa një plambë, në tokë, në këtë tokë, Allahu e dënon me 7 palë tokë. Keni kujdes, kretë kush keni ba zullum dikuj, këthenja zullumin, merë një halalakun dhe kompenzonja me qka mundi me ja kompenzua, Allahin e udhëzoft.